Shqipëria zhvilloi seancën e fundit stërvitore para miqësores së parë të qershorit, e cila do të luhet të mërkurën në orën 20 në Tiranë. Kjo sfidë do të shënojë edhe debutimin zyrtar të trajnerit të ri Rolando Maran në krye të stolit kuqezi. Tekniku italian, ndonse ka pasur shumë pak ditë në dispozicion për të përgatitur ndeshjet, tha në konferencë të paktën për konceptin e lojës, ishte mjaftueshëm që lojtarët të futen brenda ideve të tij. Maran paralajmëroi ndryshime në raport me epokën Silvinho. Besoj se ka mjaftuar koha për një koncept të qartë se si duhet të luajmë. Më pas, çfarë do të jetë rëndësishme është si do të përkthehet në fushë nga lojtarët. Duhet të kemi qasjen e duhur, skuadra të jetë mendërisht e përgatitur, nga se kam parë nga motivimi dhe energjia në skuadër është sinjal i qartë që skuadra është në pikën e duhur. Jemi fokusuar tek cilësitë ofensive të lojtarëve dhe mënyra si ata i përgjigjen sulmit dhe ideve tona. Sigurisht, në këtë ndeshje do të shohim disa ndryshime nga më parë. Maran e konsideroi me rëndësi edhe rezultatin me miqësorët ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Rezultati është i rëndësishëm, por edhe performanca, sidomos nëse kemi performancë të mirë dhe vjen edhe rezultati, do të përbënte një ndeshje perfekte. Janë 2 ndeshje miqësore, por gjithmonë ka rëndësi rezultati. Më pëlqen të kem skuadër agresive, më pëlqen të kem topin vetë dhe që skuadra të hyjnë në fushë përfitore. Kundër Izraelit do të jetë vështirë, sepse është një skuadër që fshihet tek detajet e posedimit të topit tek rivalet. Do të jetë test provues, por kërkoj që skuadra jonë të jetë me kurajo dhe me personalitet në fushë. Pas Izraelit, Shqipëria do të luajë sërish në stadiumin kombëtar me 6 qershor edhe një miqësore me Luksemburgun.